Përshëndetje të nderuar shikues të DTV Medias, mirë se po takohemi edhe sonte. Fillimisht do t'ju le të njihni me titujt kryesor që kanë karakterizuar ditën e sotme për të kthyer në studio me musafirët. Deputeti i Aleancës për Armërinë e Kosovës Timje Kadria ka deklaruar se të hënën do të adresohen gjykatës kushtetuese, pasi si opsion po konsiderohet se lëvizja vetëvendosje bashkë me alternativën dhe guxo kanë bërë shkelje ligjore dhe kushtetuese. Ajo pas dështimit të seancës 13 konstituive të Kuvendit të Kosovës ka thënë se AK bashkë me deputetët e LDK-s dhe PDK-s po e konsiderojnë se kalimi nga votimi i hapur në të fshehtë në mes të procesit të votimit është shkelje ligjore dhe kushtetuese. Për shkak të ndryshimit në mes të zgjedhjeve të formës së votimit nga votimi i hapur në votim të fshehur, ne kemi mbledhur në nënshkrimet do t'i adresohem gjykatës kushtetuese për këtë shkelje ligjore dhe për këtë shkelje kushtetuese dhe të hënën ne do e dorëzojmë në gjykatën kushtetuese këtë shkelje që po bëhet, sepse edhe pse e kanë shumicën nuk bën të luhet me Kuvendin e Kosovës, me tempullin e demokracisë në këtë formë, të luhet edhe me gazetarët, po edhe me qytetarët e Kosovës, Sipas saj tani kanë 10 nënshkrime dhe do të dërgohen të hënën. Aja ka komentuar edhe ftesën e presidentes Vjosa Osmani, të cilës tha se do t'i përgjigjet si AK. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku tha se propozimi i partisë së tij për një qeveri tranzicionale mund të mos jetë më i miri sipas tij, por është i vetmi realist në Republikën e Kosovës, pasi që për të 13-ën herë radhazi të shtoi konstituimi i Kuvendit. Kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës tha se është e rëndësishme të ketë gjithëpërfshirje. Mbi të gjitha, çështja thelbësore është substanca e takimit, për çka po takohemi, apo takohemi për të dhënë zgjidhje apo po takohemi për të vazhduar këtë cirk që po ndodh tani, tha Abdigjiku. Ai theksoi se askush nuk e ka shumicën në kuvend, meqense se askush nuk e ka shumicën dhe nuk mund të bëj shumicën, të ulemi të gjithë së bashku dhe të gjejmë një zgjidhje. Ne kemi dhënë një propozim. Ky propozim mund të mos jetë më i miri, por është i vetmi realist sot në Republikën e Kosovës. Nëse partitë nuk e dojnë një propozim të tillë, le të vazhdojnë të mbledhen me kështu 4 tetor e tallemi me qytetarët e Kosovës. Ai tha se askush nuk duhet të flasë për votat e LDK-s. Është mirë që askush mos flas për votat e LDK-s. Por këta kemi qartë. Kushdo që e propozime dhe pranë atyre propozimeve ka votat e LDK-s, pa zërin dhe arsyeën e LDK-s, pa vendimin e LDK-s, është duke bërë një mashtrim publik. Askush në Kosovë sot nuk e ka shumicën. Kjo është e vërteta. Prandaj kemi dalë me propozim të hapur, ftesë të hapur partive politike, që të kenë rezon, të ulemi dhe të kapërcejmë këtë gjendje, nëse janë gatshëm të jemi, nëse nuk janë gatshëm, do të vazhdojmë. Ai tha se LDK-ja nuk e ka breng protagonizmin dhe sipas tij iniciativë mund të marrë edhe dikush tjetër. Ne kemi dhënë një propozim. Ky propozim mund të mos jetë më i miri, por është i vetmi realist sot në Republikën e Kosovës. Nëse partitë nuk e dojnë një propozim të tillë, le të vazhdojnë të mbledhen me kështu 4 tetor e tallemi me qytetarët e Kosovës. Deputetët dështuan të premten e 9 majit për 13-ën herë radhëzin në konstituimin e legjislaturës së 9. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memili Krasniqi tha se do të shërtojmë kërkesën e Aleancës për Armërinë e Kosovës për të dërguar së bashku kërkesa në gjykatën kushtetuese për të përvlerësimin e kushtetueshmërisë për vendime të marrura në seancën konstituive. Para vazhdimit të seancës, Haradinaj tha se do të dërgohet në gjykatën kushtetuese për vlerësim të vendimeve të Kuvendit të Kosovës dhe situatën që është krijuar. Krasniqi theksoi se po bën 3 muaj prej kur verdikti qytetarit ton është duke u dhunuar. Për këtë ai ka kërkuar nga vetëvendosja të ndërrojë emrin e kandidatës për krye kuvendare. Qytetarëve të vendit ton është duke u dhunuar nga qasja imponuese e lëvizjes vetëvendosje, e cila erdhi dhe sot për të 13-ën herë këtu në Kuvendin e Kosovës dhe pamundsoi konstituimin e Kuvendit të Republikës. Vërtet është vështirë që të gjindem fjalë për ta shpjeguar këtë situatë që është bërë tragjikomike, por unë edhe njëherë në emrin e Partisë Demokratike të Kosovës e shpreh vullnetin ton të konfirmuar sa herë për insistimin që të dalim nga blokada cilën na ka sjell partia e parë
edhe të zgjedhim kryesinë e kuvendit, duke përfshirë kryetarin e kuvendit, përmes propozimit të një kandidati apo kandidateje që vërtet e merr shumicën e votave. Ne do të jemi këtu edhe pas nesër, do të jemi sa herë që ta kemi obligim, por normalisht që do ta kemi qëndrimin e njëjtë që ka nevojë për diskutim, ka nevojë për një rrugdalje. E rrugdalja është e qartë që duhet ndrohet kandidati. Duke folur për kreun e AK-s, Krasniqi tha se do të shqyrtojmë pa paragjykim dhe do të marrim mendim të ekspertëve të PDK-s. Nuk e kam po ende lëndën, sapo u njoftova, ju e dini që për sa i përket dërgimit të rasteve të caktuara në gjykatën kushtetuese, Partia Demokratike vetëm gjatë mandatit të ish qeverisë Kurti kemi dërguar 11 dhe kemi fituar 11, por kemi ekspertizën e duhur për me i vlerësu. A duhet me u dërgu diçka, do ta shqyrtojmë pa paragjykim dhe do të marrë mendimin e ekspertëve të PDK-s, pastaj do të komunikoj edhe me kolegët edhe nga AK-ja. Përveç kësaj, Krasniqi tha se nëse ftohet për takim nga presidentja, PDK do t'i përgjigjet pozitivisht kësaj here. Dhe kurdo që presidentja përmes mandatit saj edhe kushtetues edhe ligjor, dhe realisht mandatit vetëm legjitim që ka tash, se ne s'kemi as kryeministër, as kryetar kuvendi, ka mbetë vetëm presidentja nga krerët e shtetit. Unë besoj që do t'i përgjigjemi një kërkesë të tillë, kështu që nuk më takon mua që t'ja caktoj apo t'ja përcaktoj datën, sa më herët aq më mirë, sepse ne kemi mbetur në një ngërç vërtet të tepruar tashmë. Deputetët sërish kanë tentuar të konstituojnë kuvendin e Kosovës, megjithatë edhe për të 13 herë kanë dështuar. Kryesuesi i seancës Avni Dehari nga Lëvizja Vetëvendosje kërkoi sërish votim të fshehtë. Për votuan 56 dhe 1 kundër. Seanca u ndërprej pasi nuk ishte korum. Seanca e radhës do të mbahet me 11 maj në orën 10. Lidhja Demokratike e Kosovës të hënën në zyrën e rregullatorit të energjisë do të dorëzojë kërkesë me nënshkrim nga deputetët e Kuvendit të Kosovës për anulimin e vendimit të shtrejtimit të energjisë elektrike për 16.1%, si dhe anulimin e vendimeve të tjera për detyrim 1300 kompanive për të dalë në treg të hapur. Kështu ka deklaruar deputetja Lidhjes Demokratike të Kosovës Hykmete Bajrami pas dështimit të konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Lidhur me ngërshim politik, Bajrami propozoi se nëse vendi shkon në zgjedhje, flet votimi duhet të ketë 2 opsione, Kosova dhe Albulena Haxhiu. Para gazetarve, deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës tha se çdo 48 orë. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës tha se çdo 48 herë dhe çdo 48 orë nuk do ta ndryshojnë votën e LDK-s për votim të fshehtë. Ajo tha se në seancën e sotme konstituive mblodhi disa nënshkrime për kërkesë për anulimin e 2 vendime të zërejës. Disa kompani kanë marrë oferta nga kompanitë private me çmim 260% më të shtrenjtë. Ai mundet me naftu edhe 48 herë, çdo 48 orë, po si Lidhje Demokratike e Kosovës nuk kemi vota për ndryshimin e mënyrës së votimit. Ai që sot kemi mbledhur nënshkrimet e disa deputetëve, të cilat do të vazhdojmë t'i marrim disa prej tyre, sepse edhe koha ishte shumë e shkurtër në seancë plenare. Si deputet nënshkrues do të kërkojmë të hanën, do e dorëzojmë një kërkesë të zyra e rregullatorit të energjisë për anulimin e 2 vendimeve. Anulimin e vendimit për të hyrat maksimale të lejuara për operatorët e energjisë elektrike, e cila ka rezultuar në ngritjen e çmimit të energjisë elektrike në 16.1%, në mënyrë që të parandalojmë një valë të re të inflacionit, dhe gjithashtu vendimin tjetër për detyrimin e 1300 kompanive për dalë në tregun e hapur, kinse në tregun e hapur, në tregun e lirë, në tregun konkurrues, i cili më lejoni t'ju informoj që nuk ekziston në Republikën e Kosovës. Po është e vërtet, janë 19 operator të licencuar për tregtim me energji nga zyra e rregullatorit të energjisë, por nga ajo që jemi informuar nga shoqata e prodhuesve, rreth 200 kompani, të cilat kanë kërkuar të marrin, disa prej tyre kanë kërkuar të marrin oferta për furnizim me energji elektrike pas datës 1 qershor,
ata kanë marrë një ofertë të vetme. Dhe a dini prej kujt? Prej Keskos, prej operatorit prej të cilit ata aktualisht furnizohen. Bajrami tha se për nënshkrimet kësaj here u refuzuan nga deputetët e lëvizjes vetëvendosje, por jo nga ata të PDK-s, AK-s dhe Nismës. Deputetja e LDK-s Hikmete Bajrami tha se nëse vendoset të shkohet në zgjedhje, fletvotimi duhet të jetë Kosova apo Albulena.